Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Mickoski premton zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Unë jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsimim më të mirë dhe më të fortë, deklaroi kryeministri. Sipas Histra Mickoskit, nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, prandaj për provimin e jurisprudencës paralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar gjuhën maqedonase. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Rofte qoftë Shqipëria dhe kombi e gjua jon, lulëzoft dituria dhe ndihmës paçim zon, shkruan përmes rrjeteve sociale përfaqësuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë, qarqe të ndryshme në politikë në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për rreshtimin e tij për krah protestave të studentëve. Alianca për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtë adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Alianca për Shqiptarët thonë se projekti ligj i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Keith Seld. Ata thanë se me kryetarin e Komisionit për Europën në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e patenterit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti. Politik. Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisë se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëherë pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën europiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënojë identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetut, thonë nga LSDM-ja maqedonase. Sekretari i përgjithshëm i Vlenit dhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali është shprehur optimist për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në një intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet e ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në terren për shkak se, siç thoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen parti. Dhe unë besoj që në zgjedhjet e ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më të shtrirë në terren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parët që do të antarësohen Vlen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi diku rreth 40% më tej për kraje nga Ekonomi. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofrojnë mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milion euro, asgjë nuk shkoi në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milion euro dhe imagjinoni ato 250 milion euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari. Zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali paralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi i përheqjen e licencës së Credit si rezultati i shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët se janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digjital Stefan Andonovski lidhur me paralajmërimet për heqjen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë, megjithatë kjo varet nga Bashkimi Evropian. Afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurrueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digjital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor.
sociale. Maqedonia e Veriut humb 10.000 banor në vit nga emigrimi dhe rënia e lindshmërisë. Po lindi gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plake, të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banor. Analiza llogarit gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banor. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, 2 herë më vjetër se në vitin 2050, kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç. Mosha mesatare europiane e popullsisë është rreth 45 vjeç. Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.